gjithëve nga unë Elfrida Kajolli dhe mirë se vini në podcastin e radhës Korrieri i Shëndetit. OBSH-ja vlerëson se 340 milion fëmijë dhe adoleshent në mbar botën vuajnë nga mbipesha ose obeziteti, ndërsa për Shqipërinë obeziteti tek fëmijët është një problem shqetësues gjithmonë dhe më shumë në rritje. Një studim tregon se mbi 20% e fëmijëve në zonat urbane dhe rurale janë mbipesh ose obez. Prevalenca e obezitetit tek fëmijët të moshës 8 deri në 9 vjeç është rreth 17.7% tek djemt dhe 10.7% tek vajzat, sipas Institutit të Shëndetit Publik në Shqipëri. Obeziteti është më i përhapur tek djemt dhe në zonat urbane, gjithmonë krahasuar me ato rurale. Kjo tregon një trend shqetësues për shëndetin e fëmijëve shqiptar dhe kërkon në masa parandaluese për të parandaluar sëmundje kronike dhe probleme të tjera shëndetësore që mund të vinë në një të ardhme. Le të ndjekim këshillat e vyra të nutricionistit të Institutit Kulinar në Ranzi, zotit Alken Çuko, rreth kësaj teme. Përshëndetje Alken, mirë se erdhe. Frida, përshëndetje dhe shumë kënaqësi që së bashku sot do prekim një temë mjaft interesante dhe mjaft në fokus që besoj për të gjithë prindrit duhet të jetë goxha e rëndësishme si temë, sepse fëmijët janë gjëja më e vyer për ata dhe gjithashtu është pikërisht mosha ku duhet të kemi më shumë kujdes për shëndetin tonë. Çfarë tregon ky trend që është gjithmonë dhe më shumë në rritje? A hahet keq, a kanë një stil jete pasive apo e teprojnë me ushqimin? Një të gjitha së bashku në fakt, është një mix gjërash. Asnjëherë në çdo problematikë shëndetësore nuk mund ta vëmë gishtin në fakt vetëm tek një faktor, sepse edhe vetë si qenie njerëzore ne jemi qenie të cilat kemi nevojë për shoqëri, kemi nevojë për vetmi, kemi nevojë për festa, kemi nevojë për mërzitje dhe për çdo emocion tjetër. Pra, duke qenë se edhe ne kemi nevojë për kaq shumë gjëra, atëherë edhe problemet tona shëndetësore nuk vijnë vetëm nga një gjë e vetme. Pra, është e vërtetë që koha ka ndryshuar dhe stili i jetesës ka ndryshuar, mënyrat e ushqyerit ka ndryshuar, ekspozimi ndaj ekraneve është shumë herë më i theksuar në këtë periudhë dhe obeziteti tek fëmijët në fakt është një nga ato problemet që në vitet 1970-1980 ka nisur dhe tani akoma dhe më tepër është i theksuar, jo për fajt të vetë fëmijëve, por unë do fajsoja, le të themi, që të jetë edhe si një thirrje për prindrit, do fajsoja pak sa më tepër prindrit, sepse ata janë përgjegjësi kryesor për fëmijën e tyre, sepse fëmia në momentin që lind nuk di se çfarë është shija e ëmbël, nuk di se çfarë është shija e kripur, nuk di se çfarë janë patetinat, apo nuk di se çfarë janë lëngjet e shoqërosura. Pra, nuk e ka idenë se çfarë ekziston në këtë botë. Dhe janë pikërisht prindrit ata që ja mundësojnë fëmijës që t'i konsumojnë këto ushqime. Dhe detyrimisht dhe industria ka rolin e saj, sepse ushqimet e shpejta apo komoditeti dhe lehtësia për të shkurtuar, le të themi, kohën në përgatitjen dhe çdo gjë tjetër na ka sjell opsione të ndryshme, të cilat sa edhe praktike dhe komode dhe të lehta të jenë, por aditivët dhe shtesat ushqimore që përdoren janë disa produkte të cilat në mënyrë natyrale ne nuk i gjejmë ato në natyrë. Pra janë të përpunuara në një farë forme dhe duke qenë të përpunuara, ato ndikojnë drejt në mënyrën se si një fëmijë më pas rritet, zhvillohet dhe krijon predispozita për të qenë dhe diabetik, duke qenë vazhdimisht në mbipesh, sepse mbipesha është një nga ato hapat e para në formimin e diabetit tipit 2 që edhe te fëmijët ekziston. Përveç kësaj mungesa aktivitetit fizik, shumë edhe më shumë mungesa e hapësirave të lira dhe të gjelbërta apo jeta intensive që prindrit bëjnë dhe mungesa e kohës që ata mund të kenë për të shpenzuar me fëmijët e tyre, i detyron këta fëmijë që të jenë paksa më pasiv për mos të kryer aktivitet, për mos të shpenzuar energji dhe detyrimisht duke shpenzuar më pak kalori në fundin e tyre ditor në bilancin që realizohet. Pra, kaloritë që kemi konsumuar dhe kaloritë që kemi shpenzuar. Përveç kësaj dhe një tjetër faktor që ndikon goxha për mendimin tim është ekspozimi ndaj ekraneve,
dhe është interesante, por fëmijët të cilët kanë një televizor në dhomat e tyre të gjumit kanë predispozita më tepër për të qenë obez sesa ata fëmijë të cilët nuk kanë një televizor në dhomën e gjumit. Dhe të gjitha faktorët së bashku le të themi ndikojnë mjaft shumë në mënyrën dhe stilin e jetesës se si një fëmijë rritet, në qoftë se ai do jetë i shëndetshëm dhe do ketë një fizik të mirë, apo në qoftë se ai do jetë obez. Normalisht ekzistojnë dhe problematikat të tjera shëndetësore të tipit të trashëgimisë, sepse normalisht fëmia është një produkt i kromozomeve që vjen dhe nga prindi mashkull dhe nga prindi femër, të cilat kombinohen dhe më pas transmetohet dhe materiali gjenetik dhe normalisht ai fëmijë do ketë, le të themi, karakteristikat të prindërve të vet. Por gjenetika është një nga ato elementet të cilët mund të mposhtet në favor të stilit të jetesës. Që do të thotë, nëse një fëmijë është i predispozuar që të ketë problematika të tipit metabolizëm më të ngadaltë apo metabolizëm më të shpejtë apo sëmundje të tjera shoqëruese nga prindrit, atëherë në momentin që ai rritet në një ambient më të shëndetshëm, rritet në një ambient ku konsumon ushqime të freskëta, ushqime cilësore, kryen më shumë aktivitet fizik, ka më pak ekspozim nga telefoni apo nga televizori, ka më tepër socializim me shok, me miq në hapësira të ndryshme ku mund të shpenzojë energji, atëherë këto le të themi trashëgimit apo le të themi çfarë ka marrë nga prindi femër dhe nga prindi mashkull nuk janë dhe le të themi aq të theksuara, sepse ndikojnë më tepër mënyra se si ai fëmijë rritet. Kështu që janë të gjitha këto faktorët që bëjnë një diferencë të madhe dhe më pas në rezultatin se si këta fëmijë janë të shëndetshëm, obez apo mbi peshë, nën peshë. Në fakt shumë drejt çfarë fole deri tani, sepse ka shumë rëndësi mënyra se si ne marrim që në fëmijëri dhe mënyra se si ne ushqehemi dhe çfarë na edukojnë prindrit tanë domethënë në mënyrën e jetesës tonë, por unë dua të di si diagnostifikohet obeziteti tek fëmijët. Tek fëmijët në fakt obeziteti jo më ndryshe nga të rriturit, por në fakt ka disa parametra dhe markerat e tjerë që duhen studiuar, por ajo që vlen më tepër dhe është le të themi një autokontroll dhe një vetë kontroll është një vlerë e cila quhet BMI, pra Body Mass Index, pra indeksi masës trupore. Dhe kjo në fakt tregon në mënyrë të përgjithshme se si parametrat e trupit tonë janë. Pra nëse jemi nën peshë, peshë optimale, mbi peshë apo obez, në varësi të numrit, sepse ekziston një lloj grafiku në formën e një gjysmëharku, si një lloj si shigjeta tek makina që tregon se sa naftë ka ngelur tek pjesa e kroskotit. Dhe një lloj dhe këtu në këtë rast kemi vlera të ndryshme të harkut që tregojmë nëse jemi në peshë optimale, nëse jemi obez, mbi peshë apo nën peshë. Dhe BMI-ja shumë e thjeshtë për të llogaritur. Në fakt, mjafton që të bëjmë një pjesëtim të masës tonë, të peshës tonë trupore, duke pjesëtuar atë me gjetësinë tonë në metra e ngritur në katror. Pra, nëse një individ peshon 90 kg dhe është 170 cm i gjatë, atëherë për të llogaritur BMI-n do të duheshe të bëni pjesëtimin e 90 kg, pjesëtim për 1.6, e cila është ngritur në katror. Pra 1.6 është 1.6. Dhe në varësi të numrit që do dilë më pas, do përcaktonim nëse në atë tabele që jepet dhe gjenet kudo lehtë në internet, do bënim përcaktimin nëse ky individ do ishte obez apo jo. Por detyrimisht tek fëmijët ka edhe faktorë të tjerë, sepse ata janë në moshë zhvillimi, janë në moshë rritje, ka nevojë për ushqim, ka nevojë për sasi kalorike dhe njëkohësisht ka nevojë edhe të ushtrohen dhe të kenë jetë të shëndetshme. Por personalisht për ta identifikuar më mirë problemin apo çështjen e obezitetit tek fëmijët, gjithmonë rekomandohet një vizitë tek mjeku pediatër apo tek një dietolog klinik i cili bën matjet përkatëse dhe parametra trupor për fëmijën, por edhe për çdo individ tjetër përveç se kategorisë dhe globosës së fëmijëve. Sepse në atë moment ne përcaktojmë
edhe gjerësinë e belit, gjerësinë e kyçeve, gjerësinë e qafës, përqindjen e masës diamore, përqindjen e masës muskulare, sepse nëse do i referoheshim vetëm BMI-s, unë shumë lehtë mund të thoja një shembull i cili do e hiqte komplet poshtë këtë matje dhe mund të merrnim rastin e një bodybuilder. I dim shumë mirë që bodybuilderat janë ata individ që ushtrojnë shumë, suplementojnë goxha dhe ndërtojnë masë shumë të madhe muskulare dhe nëse këtë bodybuilder do ta vendosim mbrapa një sfondi të bardhë, mbrapa një perde dhe nuk do mund ta shihnim, mund të mblidhja 10 mjek tek ajo perdja dhe të 10 ata të bënin matjen e BMI-s për këtë individ. Dhe nga rezultati i matjes së BMI-s do dilë që ky individ është obez, kur në fakt ai është i ndërtuar nga një masë muskulare goxha e madhe. Kështu që BMI-ja jo gjithmonë funksionon dhe prandaj është më mirë të konsultohemi edhe me pediatrin për fëmijën, por edhe me një dietolog klinik i cili bën ndarjen e përqindjes së dhiambit dhe përqindjes së masës muskulore në trup së bashku me vendet e akumulimit të ujrave që trupi jon i mban ato, gjithashtu edhe me sasinë e feqës të ngelur në raste dhe zora e trash nuk është e shëndetshme, sepse gjithashtu dhe zora e trash mban rreth 3-5 kg mbetje, kështu që është një peshë goxha e konsiderueshme. Prandaj në rastin e fëmijëve gjithmonë është rëndësishme të kemi këto në konsiderat. Shumë e vlefshme në fakt që theksove që këta fëmijë duhet të ndiqen nga mjekët pediatër dhe gjithashtu nga dietologët klinik, por unë dua të di, kam një kuriozitet personal, çfarë rrezikojnë dhe çfarë rreziqesh ka një fëmijë obez? Problematika tek fëmijët obez normalisht që e mira do ishte fillimisht që ata mos të ishin obez dhe prindërit të kishin më kujdes për mënyrën e ushqimit dhe jetesës se si këta fëmijë rriten dhe detyrimisht shëndeti është një problem sepse sa më tepër peshë të mbajmë në trupin tonë aq më e rëndë bëhet për ne, për jetesën, për ata fëmijë që të kryejnë jetesën e tyre ditore në mënyrë të përditshme, por njëkohësisht edhe organet e tyre të jenë shumë të shëndetshme. Imagjinojmë, ne mund të rastisim ndonjëherë kur kemi valixhe bëjmë një udhëtim dhe ajo pesha së çantës na rëndon aq shumë sa që nuk mundemi dot më të udhëtojmë apo të lëvizim për më tepër se 1 ose 2 orë dhe normalisht është një rëndesë që këta fëmijë mbajnë me veten e tyre çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond, çdo kohë të jetës së tyre. Dhe në fakt një nga 4 fëmijë obez vojnë nga sindroma metabolike dhe 1 në 2 fëmijë obez mund të kenë probleme me djemocin e mëlçisë që më pas predispozita e tyre është që kur rriten të zhvillojnë cerozë të mëlçisë, çfarë nuk është ideale dhe nuk është as pak e duhur. Ndoshta në disa raste problematikat nuk manifestohen as në momentin kur këta fëmijë janë të rinj, pra janë ende fëmijë dhe janë obez, por manifestohen në vitet e tjera me radhë, sepse ne kemi përmendur shpesh atë faktin e moshës metabolike dhe mosha metabolike praktikisht është mosha e metabolizmit ton, duke përmendur një shembull që një fëmijë mund të jetë 10-15 vjeç dhe metabolizmi i tij mund të jetë 20-25 vjeç. Duket si një diferencë shumë e vogël, por që në vitet më vonë ka një impakt goxha të madh dhe është i frikshme në fakt se si ndryshon mosha metabolike me moshën reale. Problematikat e tjera shëndetësore për fëmijët obez mund të lidhen me azmën, mund të lidhen me zhvillimin e sëmundjeve kancerogjene, mund të lidhen me sëmundjet kardiovaskulare, mund të lidhen me diabetin e tipit 2 që po ashtu është një sëmundje, është një problematikë goxha e madhe. Mund të lidhen me kancerin e zorës së trash apo me kancerin e mitrës, kancerin e gjirit, pra predispozit për të formuar qelizat tumorale, sepse qelizat diamore kanë predispozit për të oksiduar dhe oksidimi gjithmonë çon në radikalet e lira dhe radikalet e lira janë qendra për formimin e sëmundjeve të tilla. Prandaj është shumë e rëndësishme të kemi një fokus shumë të madh, sepse këto sëmundje janë sëmundje që këta si fëmijë edhe mund t'i zhvillojnë në moshën e tyre,
që janë të rralla, por edhe ndodhin, por i shoqërojnë për vitet e tjera me radhë gjatë rritjes dhe zhvillimit të tyre, sepse problematika nuk është vetëm kur këta janë ende të rinj dhe metabolizmi i përballon, sistemi imunitar është aktiv, por problemi qëndron në vitet e tjera pasardhëse kur këta fëmijë do zhvillohen, do rriten, imuniteti do bjerë dhe më pas do fillojnë të marrin në jetë problematikat që janë mbartur që fëmijë. Kurioziteti që të gjithë besoj që e kemi tashmë është se si ne duhet i ushqejmë këta fëmijë. Dieta për këta fëmijët në fakt është pika kryesore ku të gjithë prindrit duhet të fokusohen dhe duhet i japin fëmijëve të tyre ushqime sa më cilësore, sa më të shëndetshme dhe të themi multifunksionale që t'i përmbushin të gjitha vlerat ditore që këta fëmijë kanë për të rritur. Dhe normalisht pa i kufizuar atyre dëshirat e tyre dhe pa për kompromis edhe me shijen. Prandaj, marka Neranxi gjithmonë vjen në ndihmë me dyqanet e rrjetit të saj, dyqaneve të Neranxi Organic Market, ku mund të gjenden mjaft mirë produkte si veza, dhe në dyqanet e Neranxit ndodhet e bardhë vezë e pasterizuar, e cila është shumë e pasur me sasi të larta të proteinave, të cilat janë proteina shumë cilësore, dhe në fakt proteina e vezës është një proteinë referuese, sepse ka vlerën më të lartë biologjike nga çdo proteinë tjetër shtazore, duke nënkuptuar që metabolizmi ynë dhe i fëmijëve mund ta përtithë atë në mënyrë maksimale, duke i lehtësuar më pas dhe duke përmirësuar funksionet metabolike që metabolizmi ynë ka si një reaksion dhe efekt kaskad. Dhe në fakt është shumë e ulët në kalori, për 100 gram ka vetëm 50 kalori, duke bërë atë një ushqim perfekt hipokalorik për ta përfshirë në regjime ushqimore, për ta përfshirë në dieta të ndryshme, duke reduktuar, le të themi, sasinë totale kalorike dhe duke përmirësuar cilësinë njëkohësisht me sasinë proteinike, që për këta fëmijë është goxha e rëndësishme në ndihmën kundër obezitetit. Nga ana tjetër, një produkt i zakonshëm dhe i përditshmërisë tonë dhe tradit në fakt për ne është dhe qumshti. Në dyqanet e Neranxit ndodhet qumësht lope. Këtu kam 2 ngjyra të ndryshme dhe është interesante në fakt pse janë 2 ngjyra. Në paketimet e tilla Tetra Pak, ngjyra blu nënkupton që është një qumësh me yndyrë mesatare, ndërsa ngjyra jeshile nënkupton që është qumësh i skremuar. Pra, pa pasur nevojë fare ta marrim produktin dhe ta lexojmë se çfarë përmban në etiketë, vetëm me identifikimin nëpërmjet ngjyrave ne mund të kuptojmë se sa përmbajtje yndyre ka një paketim i tillë. Mesatarisht, qumshi i paketuar me ngjyrë blu mund të ketë 2.5 ose 2% yndyrë, dhe kur flasim për qumshin me ngjyrë jeshile, 0.5-0.7% yndyrë. Gjithashtu është një qumësht goxha cilësor, sepse mënyra e përpunimit dhe teknologjia e tij garanton nga papastërtitë, gjithashtu garanton dhe nga mikroorganizmet apo nga patogjenet e ndryshëm që në qumshin e freskët mund të ndodhen, dhe ruajtjen e vlerave ushqyese. Në fakt, nëse flasim për qumshtin, është një produkt delikat, është një produkt i cili pritet shpejt dhe unë do mbaj qumshtin Tetra Pak me ngjyrë blu për një arsye të vetme, sepse ka një përqindje yndyre më të lartë. Dhe desha të përmendja dhe të theksoja faktin e përpunimit të qumshit dhe delikatesës së tij. Në shtëpitë tona, në momentin kur mund të marrim një qumësh të freskët, ne e zim atë, por asnjëherë nuk kemi një tabelë apo një grafik e cila përcakton kohën që do e zim dhe temperaturën që do e zim këtë qumësht. Dhe është pikërisht ta 2 faktorë që përcaktojnë se sa cilësore i qumësht duhet më pas. Sa më gjatë ta zim dhe me sa më temperaturë të lartë, atëherë aq më shumë vlera i degradojmë këtij qumshti, sa më shumë vlera ushqyese i degradojmë. Ndërsa industria, duke qenë se nuk ka interesin e shpërdorimit të energjisë elektrike apo të kohës, bën një përpunim ideal dhe të përsosur, duke ingranuar, le të themi, këta 2 parametra, kohën dhe temperaturën, që ky qumësht garanton që kalon sa më pak kohë në një temperaturë të caktuar, duke i ruajtur akoma dhe më tepër vlerat ushqyese. Prandaj është e rëndësishme që gjithmonë të zgjedhim produkte të cilat janë sa më të shëndetshme dhe sa më të pranueshme për metabolizmin tonë, por edhe për metabolizmin e fëmijëve. Gjithashtu,
është e rëndësishme të konsumojnë një qumësht i cili përmban sasi yndyrore. Mund të duket e çuditshme që si ka mundësi që këta fëmijë edhe pse obez duhet të konsumojnë produkte me yndyrë, por që që është e rëndësishme. Në fakt yndyra në qumësht sado kalorike të jetë, por është goxha e rëndësishme sepse përmban të gjitha ato vitaminat e tretshme në yndyrë, të cilat janë vitamina D, vitamina E, vitamina K dhe vitamina A. Pra D, E, K dhe vitamina A. Të katërta këto mjaft e rëndësishme për të gjitha funksionet metabolike në trupin tonë, por edhe të fëmijëve. Vitamina D si pararendësi shumë hormoneve, vitamina A e rëndësishme për shëndetin e syve, të lëkurës dhe të flokëve, vitamina K për sistemin kardiovaskular dhe vitamina E si një antioksiduese shumë e fuqishme dhe një ndihmes shumë e mirë për stresin oksidativ të metabolizmit. Dhe gjithashtu është e rëndësishme sepse yndyra e qumshit përmban dhe lipoproteina që janë përbërëse të qelizave tona. Pra është një molekull përbërëse të gjithë qelizave tona dhe duke konsumuar një qumësht i cili ka sasi mesatare të yndyrës, atëherë ne garantojmë që po marrim me këto vlerat ushqyese. Ndërsa më pas për rastin e të rriturve, patjetër që në dyqanet e Neranxit ofrohet dhe qumështi i skremuar që mund të përdoret për të minimizuar ato kaloritë e tepërta, gjithashtu edhe problemet me sasinë e laktozës, por nga ana tjetër dhe për të ruajtur ligjat më tepër, sepse një metabolizëm i një individi i cili është më i rritur ndryshon nga një fëmijë dhe vlerat ushqyese patjetër janë të ndryshme. Gjithashtu, si burim proteinik dhe qumshi shumë i mirë, por në dyqanet e Neranxit ndodhet dhe fileto e salmonit, e cila është një nga ato burime proteinike cilësore me acide yndyrore shumë esenciale, omega 3, omega 6, omega 9, të rëndësishme për shëndetin e tërësi, për forcimin e sistemit imunitar, por edhe për rikuperimin e zorrës së trashë dhe zorrës së hollë, që është pika kryesore dhe më rëndësishme që në fakt që në fëmijëri duhet të kujdesemi jashtë mase dhe këta prindër duhet gjithmonë më tepër ta kenë në fokus kujdesin e zorrës së trashë të fëmijëve të tyre. Dhe në fakt vitet e fundit dhe shumë onkolog po e diskutojnë akoma dhe më tepër në Shqipëri, rastet e kancerit të zorrës së trashë tek fëmijët janë rritje progresive dhe është një thirrje dhe është një kampanjë që është alarmante. Dhe gjithmonë më tepër duhet që fëmijëve tanë t'i edukojmë, t'i japim një kulturë të ushqimit të shëndetshëm, të ushqimit cilësor, duke përmirësuar shëndetin e tyre, por edhe duke kujdesur për zorrën e trashë. Dhe duket e çuditshme sepse salmoni, edhe pse i varfër me fibra, sepse fibrat janë ato që kujdesen për zorrën e trashë, por acidet yndyrore omega 3 gjithashtu ndihmojnë në riformimin e pjesës dhe murit të brendshëm të zorrës së trashë dhe zorrës së hollë. Dhe vetë zorra në fakt si një organ që është ripertëritës dhe riparon veten e vet. Dhe produktet e tjera në fakt që janë shumë të vlera për këta fëmijë që të konsumojnë, janë patjetër burimet e fibrave që dyqanet e Neranxit gjithmonë i ofrojnë, si farakia apo faralini, të pasura me omega 3, omega 6, fibra gjysmë të tretshme, fibra të tretshme, minerale të ndryshme dhe fraksione proteinike bimore, të cilat komplementojnë le të themi një regjim ideal dhe perfekt për ribalancimin e mikrobiotës intestinale, gjithashtu dhe ribalancimet hormonale së bashku me ndihmën që këto ushqime japin, që këta fëmijë të ndihen më të ngopur dhe të kenë jetë më të shëndetshme. Gjithashtu, përveç burimeve të fibrave që gjithashtu ofrojnë dhe një pjesë të karbohidrateve, në dyqanet e Neranxit ndodhet një paketim goxha i vlefshëm dhe i vyer dhe quhet sopa rustika. Sopa rustika është përbërë nga drithra të ndryshëm dhe legume, një kombinim inteligjent do thoja unë, sepse përmbajnë aminoacide nga produktet e drithrave dhe aminoacide nga legumet, të cilat të kombinuara së bashku formojnë një proteinë të plotë dhe shumë rëndësishme marrja e proteinave ditore dhe nga burime proteinike, por në rastin e kombinimeve të tilla ne mundet që të kemi një plotësim të gjithë spektrit të aminoacideve që na nevojiten atyre 9 esencialve që është e vështirë për t'i marrë nga produktet bimore. Ndërsa paketimet e tilla në fakt na e lehtësojnë punën sepse kombinimet inteligjente të kësaj
kësaj natyre i ofrojnë që të nënt aminoacidet esenciale. Gjithashtu është një mënyrë ideale për t'ia bërë fëmijëve paksa më zbavitse, le të themi, konsumimin e suprave, sepse ka shumëllëshmëri ngjyrash, ka shumëllëshmëri teksturash dhe gjithashtu një shije goxha e lezetshme dhe e këndshme, dhe më pas ngelen në dorë të kreativitetit të prindërve që t'i realizojnë shijet sipas preferencave të fëmijëve të tyre, por pa harruar që gjithmonë të jenë të kujdesshëm me sasinë, porcionet, gjithashtu edhe me mënyrën se si ja prezantojnë fëmijëve të tyre ushqimet e shëndetshme, sepse një pjesë shumë e madhe e punës së prindërve është si është mënyra e prezantimit të pjatës përpara fëmijës, duke mos e lejuar fëmijën të krijojë neofobizma që janë, le të themi, këto pakënaqësitë apo le të themi frikrat jo ekzistente të një ushqimi të caktuar që fëmijët shfaqin ndaj ushqimeve të shëndetshme. Dhe në dyqanet e nerancit, paketimet e tilla e lehtësojnë shumë punën e prindërve në këto raste. Dhe për të përmendur në fakt dhe burimet yndyrore, unë do zgjidhe të flisja për vajin MCT dhe për vajin e avokados. Atëherë janë të dyja burime yndyrore shumë të shëndetshme. Vaji MCT, i cili është një burim yndyror me atome të shkurtra, me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit, pra ka 8 atome karboni, duke lehtësuar dhe duke përmirësuar punën e mëlçisë. Dhe siç e përmendëm më përpara në këtë podcast, përmendëm që fëmijët obez kanë një tendencë që të kenë problematikë me mëlçinë e dhjamosur. Dhe vaji MCT-s është një aleat shumë i mirë në këto situata. Gjithashtu dhe për dietat ketogjenike, jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë është fantastik që të konsumohet në sasinë rreth 1 lugë gjelle në ditë, duke na e bërë, le të themi, duke i lehtësuar metabolizmin ton dhe duke ardhur sinjale atë për tretjen, për zorën e hollë, zorën e trazë dhe çdo gjë tjetër. Nga ana tjetër, dhe vaji avokados unë dua ta le të themi t'i atriboj disa vlera ushqyese. Patjetër ka një sasi dhe shumë i pasur me acide yndyrore të vyera për ne, por në krahasim nga homologët e vet të vajrave të ndryshëm që dyqanet e nerancit ofrojnë, vaji avokados ka një pikë tymosje shumë të lartë. Dhe është e rëndësishme që këta fëmijë kur konsumojnë ushqime, qoftë edhe ushqime të skuqura, të paktën mos të konsumojmë radikale të lira. Pra, duke skuqur me vaj ulliri ose me vajra jo adapt për skuqje, ne formojmë radikale të lira, formojmë komponentë të cilat janë toksik për shëndetin e fëmijëve. Ndërsa përdorimi i vajit avokados nuk ka nevojë as për shumë në fakt në tigan për të skuqur, është një zgjidhje përkryer duke i dhënë ushqimeve dhe shije më të mirë, gjithashtu dhe duke i mbrojtur fëmijët nga radikalet e lira për t'i dhënë mundësi që metabolizmi i tyre të jetë sa më aktiv dhe të funksionojë sa më mirë. Dhe pak a shumë në dyqanet e nerancit ka alternativa jashtëzakonisht të shumta, madje nuk do mjaftonin dhe 100 podcaste të tjera për t'i numëruar. E vetmja këshill që unë do jepja, dhe jo vetëm e fundit, është që të vizitojnë të gjithë dyqanet e nerancit dhe të shohin larmishmërinë dhe gamën e madhe të produkteve që marka Neranzi ofron në dyqanet e veta. Pasi shpjegimeve të ushqimeve që dyqanet e nerancit i ofrojnë, a mund të na sugjerosh të lutem një dietë ushqimore? Në fakt, po unë kam menduar një regjim ushqimor që këta fëmijë mund të realizojnë dhe prindrit mund të ndihmojnë pa diskutim. E nisi me të hënën. Në fakt, ditë e parë e javës dhe zakonisht dhe e themi gjithmonë do ta nis ditën të hënën. Mëngjesi do ishte i mirë të konsumohej qumë gjysmë i skremuar me drithra dhe fruta të freskëta, një snack, crackers me fara kungulli dhe fara lule dielli, dreka makarona me salcë mishi dhe një pjatë me perime, snack përsëri fruta të freskëta ose krem fruta shtosata të kaluara në blender, dhe darka, makarona dhe fasule me pak djathë parmigiano ose djathë feta dhe perime të ndryshme. E marta po ashtu mund të nisi mëngjesi me pancake, me shuru panje dhe copa çokolate, gjithmonë 70%, snack, një sanduiç me ullie dhe djathë,
dreka risotto me bizele dhe perime, snack përsëri kos dhe fruta të freskëta, dhe darka omlet me perime dhe bukë. Është e rëndësishme në fakt të buka, se supozohet dhe mendohet që nuk është e shëndetshme të konsumojmë bukë, por shumë e rëndësishme të ta konsumojmë atë, sepse është një karbohidrat i shëndetshëm dhe ofron vlera ushqyese. Por e rëndësishme është të konsumojmë bukë integrale dhe jo shumë të rafinuar. E mërkur apo prap mund të bëjmë një regjim biskota dhe ricota, snack fruta të freskëta dhe fruta të thata ose të ngrira. Dreka mund të jetë risotto me kungull dhe djath, snack përsëri bukë me humus qiqërësh ose karrota të pjekura me humus, është shumë interesante në fakt, karrotat me humus. Janë një kombinim perfekt. Dhe darka për të mërkurën mish i bardh, që mund të jetë mish pule, mish peshku, me bukë dhe perime. E enjte mund të konsumojmë në mëngjes kos me drithra dhe mjalt, snack sandwich me ricota, dreka makarona me peshk të prerë në kubik të vegjël dhe sallat me kopër dhe portokall. Snack përsëri, copa frutash të freskëta ose çokoladë të zezë, darka tart me polenta dhe thjerza me perime, që mund të jetë një prej të dyave. Dhe për të premten, mund të zgjedhim bukë me ricota në mëngjes me leng portokalli, bukë me humus me qiqra si një snack, dreka risotto me perime dhe vezë me spinaq, snack përsëri kos i shoqëruar me fruta të freskëta, darka merluci pjekur me patate dhe perime. Pra, po e lëm me 5 ditë, sepse normalisht janë alternativa të pafundme, janë shumë mundësi zgjedhjesh, janë opsione të ndryshme, larmishmëri të ndryshme kombinimesh. E rëndësishme është dhe do ju thoja të gjithëve që në rastin e realizimit të një pjate ushqimore, dhe kjo është shumë e vlefshme në fakt të theksohet, Frida, që ju duhet të konsultoheni me një mjek pediatër ose me një nutricionist ose dietolog klinik, i cili është i përshtatshëm dhe adapt për të ndjekur fëmijën tuaj për regjime të ndryshme ushqimore, sepse fëmijët kanë kërkesa të ndryshme nga një rritur dhe çdo metabolizëm është i ndryshëm. Prandaj duhet gjithmonë rekomandimi dhe këshillimi nga një specialist i fushës. Dhe për të përmbyllur, do doja që të jepnim një mesazh të gjithëve personave që po na ndjekin dhe sidomos ata prindër që kanë fëmijë obez. Unë doja që të gjithë të sensibilizoheshim në fakt, kalonim pak nga ajo mënyre rritjes tradicionale jona shqiptare tipike e prindërve në fakt, por që është një thirrje për të gjithë ta prindrit që të ndryshojnë këto mënyrat klasike të rritjes së fëmijëve në raport me ushqimin, duke mos e parë ushqimin si një mjet, le të themi, për ta ndëshkuar fëmijën apo për ta shpërblyer atë, apo në raste zënjesh si një formë, si një ur komunikimi, sepse këto më pas krijojnë, le të themi, mënyra zhvillimi, krijojnë në thonjza trauma në lidhje dhe në raport me ushqimin, dhe ky fëmijë më pas nuk arrin dot të kuptojë se cila është mënyra e dur dhe si duhet ta krijojë ai një raport të shëndetshëm me ushqimin. Është e rëndësishme që të gjithë prindrit të dedikojnë kohën e dur dhe vëmendjen e dur tek mënyra e ushqyerjes të fëmijëve të tyre. Duhet një lloj siç dhe fëmia rritet dhe prindi mëson prindërimin në momentet kur është dhe fëmia i parë sidomos, është e rëndësishme që në të njëjtën kohë paralelisht që është duke mësuar prindërimin, të mësoj dhe teknikat e dura të ushqyerjes së një fëmijëve, dhe ekzistojnë pafund libra të ndryshëm edukativ, fatmirësisht dhe podcasti jon, i cili ishte një podcast goxha informativ në raport me dietën dhe regjimet e fëmijëve, dhe gjithashtu të inkurajojmë fëmijët të jenë sa më aktiv, të kenë sa më pak orare me ekranin, të hidratohen sa më mirë dhe gjithashtu të kujdesen dhe për shëndetin emocional të fëmijëve të tyre, sepse më pas një shëndet emocional i përkeqësuar do ndikojë gjithashtu edhe në dëshirën për të ëmbël, të kripur apo dhe kërkesën ushqimore, qoftë për të ngrënë më tepër apo për të ngrënë edhe më pak. Unë të falenderoj Alken që ishe sot me ne. Faleminderit gjithashtu, është shumë kënaqësi gjithmonë. Shpresoj që gjithë që ne po na shohin sot i ndjekin këto këshilla që ne dham sot. Shpresojmë. Faleminderit dhe ju të gjithëve që shndruat me ne. Bashkë jemi në episode të tjera podcastesh. Mirupafshim.